Përshëndetje, ndodhem në Bruxelles. Prej 3 ditësh jam këtu ku mora pjesë në një konferencë të rëndësishme të nivelit lartë në Parlamentin Evropian, organizuar nga EPDI, pra Fyri Konferencë 2025, me pjesëmarrjen e mbi 100 përfaqësuesve nga vendet të ndryshme të Europës, të Afrikës dhe të Azisë. Dita e parë, konferenca u zhvillua në ambientet e brendshme të Parlamentit Evropian, ku patëm diskutime pra të ndryshme në lidhje me proceset zgjedhore në vende të ndryshme të botës, mbi transparencën zgjedhore, mbi teknologjitë e reja për të futur pra për monitorimin e zgjedhjeve, pra teknologjitë digjitale, por edhe teknologjinë pra me AI, inteligjencën artificiale. Një eksperiencë e jashtëzakonshme e imja, ku për herë të parë pra marr pjesë në një konferencë të nivelit të tillë kaq të lartë dhe në Parlamentin Evropian. Pra, si fillim ne erdhëm këtu ku ishim të regjistruar padyshim, pra për të marrë baxhen dhe për të futur brenda me një siguri tepër të lartë, pra hyrja në ambientet e Parlamentit Evropian.